Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale në 2026. Pas refuzimit të partive kryesore politike për të dalë në debat zgjedhor me partitë që nuk kanë deputet momentalisht në Parlamentin e Kosovës, ne ju kemi ofru këtyre partive jo parlamentare hapësirë të barabartë në terminin e njëjtë si partive tjera që janë në kuvend. Terminin e sonetëm e kemi dediku për platformën politike të partisë Fjala, e cila garon në këto zgjedhje. Për me i diskutu planet e partisë në shumë fusha, në studje e kemi Gëzim Kelmendin, kryetari partisë Fjala, dhe Avni Çakmakun, kandidat për deputet në kuadër të partisë Fjala. Në temën e parë do ta nisim me sundimin e ligjit, sepse kështu kemi filluar edhe me parti tjera që kanë qenë kandidat për këtë temë. Kryesore është që Kosova nuk ka mri me zhvillu procesin e vettingut, ndërsa në gjykata tona vazhdojnë me qenë rreth 400 milion të pasgjidhura. Në vazhdimsi, Këshilli Prokuror i Kosovës edhe KGK, Këshilli Gjyqësor, kërkojnë ma shumë buxhet për kuvendin nuk e ndan. Ata po thonë, kjo është arsyeja pse ne, për shembull në krimet e luftës, i kemi mbi 1500 lanë, po vetëm 5 prokuror për krimet luftës. Detaj tjetër më rëndësi është që KGK-ja i ka kërku kuvendit Kosovës 53 milion euro buxhet, e kuvendi i ka aprovu 38 milion euro. KPK-ja i ka kërku 27 milion euro buxhet, po janë aprovu vetëm 19 milion euro. Sa do t'jetë buxheti për drejtësi, edhe ku do të fokusohen investimet për drejtësi në bazë të plan programit të partisë Fjala? Kjo është tema e parë. Gëzim Kelmendi, koha e juaj. Më lejoni edhe një herë ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që jemi së bashku sonte me ju. Pa dyshim që pjesë kryesore dhe shtyllë kryesore e programit politik të partisë Fjala është sundimi i drejtësisë në vendin tonë. Jemi dëshmitar që për tonë 26 vite pas luftës vazhdon Kosova fatkeqësisht të vuajë nga sundimi i rendit dhe ligjit dhe drejtësisë në përgjithësi. Unë e kuptoj mendsinë tonë, lidhjen tonë, mendsinë tonë farefisnore, kanonore që ekziston në vendin tonë, por megjithatë, kjo nuk e arsyeton as pak që ne të ballafaqohemi në çdo fushë me pa drejtësi, duke filluar që nga procesi mësimor, shkollë fillore, shkollë të mesme, në fakultet, e dim si janë regjistruar në të kaluara dhe vazhdojnë fatkeqësisht duke keqpërdorur drejtësinë, duke keqpërdorur rrugë ligjore dhe rregullat normative, statutore dhe arsimore, dhe pasoja të më të mëdha këta nxënës, domethënë qysh nga shkollimi i tyre, fillor, i mesëm dhe universitar, i vuajnë kur vjet çështja e punësimit të tyre. Jemi dëshmitar që 26 vite pas luftës, punësimet në sektorin publik në pjesën dominante kanë ndodhur për shkak të nepotizmit dhe lidhjeve politike. Dhe jo vetëm të punësimi, dalim edhe të fusha e drejtësisë që përmenden ato, e kuptoj pozitën edhe të prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kanë të lehtë në vendin tonë, nga se jetojmë në një shtet që jemi pasur një regjim të ega si ka qenë ish regjimi i Serbisë, kanë ndikuar edhe te ne, por megjithatë mendësia jonë fisnore, farefisnore dhe gjendje ulët ekonomike kanë ndikuar që deri diku edhe raportet gjyqësore nuk janë të duara edhe në kuptim të plot me drejtësinë. Zotën, edhe sa kemi qenë pjesë e kuvendit të Kosovës, ndërvrejtjet kryesore të raportit të progresit ka qenë jo pavarësia e plot e drejtësisë institucionet të gjyqësorit nga politika, dhe më thonë politika në të kaluarën dhe vazhdon të mbahen ende të shtrirë durt në raport me institucionet të drejtësisë, që kjo është e pafalshme, nga se nuk e lën të lidhë të drejtësinë të vendosë si duhet në shumë procese. Prandaj, pa drejtësia, të themi, vazhdon të jetë pjesë shqetësuese e vendit tonë dhe ne si parti politike Fjala i kemi fokus të veçantë sundimit të drejtësisë, duke fuqizuar në radhë të parë komponenten arsimore dhe edukative përmes ligjit të arsimit. Avni, në plan programin e juaj për drejtësisë, çka janë reformat që mendoni ju me bë? Realisht, thelbësorja është vettingu, aplikimi i vettingut në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Për shkak se çdo formë tjetër mund të anashkalohet për shkak të pamundësisë të ndërhyrjes të legjislativit në gjyqësor, duke pretenduar që po shkilen të drejtat kushtetuese të gjyqësorit nëse politika ndërhyn atje me i përcaktu çështja e prokurorit që ishte problematike se. I vetmi element i cili i te i kalon këto pengesat të cilat mund të shfaqen
për një restrukturim më të mirë të sistemit të drejtësisë është vettingu. Ai ja jep mundësinë që me të vërtet gjitha ato pengesat të cilat janë shfaqur ku kemi pas prokuror të punësum faktikisht pa konkuru fare, pa e ditë edhe vetë që ka konkurue. Avni pikrisht çdo parti masi s'po jeni në debat me parti tjera, çdo parti tjetër në çdo debat për vetting na ka thonë na kena me bo vettingun. A pajtoni ju me mënyrën qysh ata kanë me bo vettingun? Shiqo, çështja masanej partijake se si e shohin ata vettingun, është ai modaliteti të cilën se cila parti mund t'ja përcaktoj veti si proces në ato. Mirë po, i domosdoshëm është të kryhet si proces. Na e garantojmë që qaj proces do të përfundoj. Nëse ne jemi pjesë e legislativit të Kosovës, ne në mënyrë absolute do të insistojmë që vettingu në sistemin gjyqësor të ndodhë. Pa pas një kredibilitet, çdo person i cili pretendohet që do ta manifestoj drejtësinë në këtë shtet, është e pamundun që të kthehet besimi në atë sistem. Prandaj, nëse na e dim që pasojat e një sistemi të drejtësisë të korruptuar prodhon shumë problematika në çdo segment të jetës shoqërore të Kosovës. Për shkak se kemi moszgjidhja e çështjeve pronësore, ka shkaktu problem shumë të madh në konflikte familjare, ka pas vrasje, po dhe në çështjet politike, në momentin që ka pasur interferencë në sistemin gjyqësor për shkak të përkatësisë partijake të cilën ndaj gjyqtar ose dikush e ka manifestu, në mënyrë automatike drejtësia ka metun e gjysmuar në kuptimin e me juve në pushtet vettingu bëhet. Po, kur jemi të vettingu duhet ta bëj një ndërlidhje të cilën e kam kërkuar dhe sa kam qenë pjesë e kuvendit të Kosovës, ku kam kërkuar që procesi të vettingu nuk jo t'i nështron vetëm zyrtarët e drejtësisë, por edhe politikanët të cilët kanë kaluar nëpër legislative të ndryshme, nga se jemi dëshmitar, një deputet, një ministër gjatë një mandatit ka siguruar pasuri enorme në vendin tonë. Do më thotë, edhe ata duhet të gjithë t'i nështronë se si e përfituan atë pasuri. Jemi dëshmitar që pjesa dërmuese politik bërjes në Kosovë kanë përfituar më së shumti. Në kurrizet e qytetarëve të Kosovës, unë ju vetë, si që dini, 2 mandate kanë qenë deputet në kuvendin e Kosovës, e kam një profesion nga fusha mjekësisë, por ende jetoj me qira. Se nuk është lehtë me blerë një banesë 70.000, 100.000 euro. E të tjerët si arritën të Nështë si e shumë kursimtar, Gzim? Mund të jetë edhe ajo. Mirë, Gzim, na qeli një temë cilën e kam diskutuar me çdo parti politike, punën e korrupsionit, për që ato dhe juve po du me ju pyet dhe me ju theksu që raportet vjetore, ndërkombëtare, konstatojnë që Kosova ka progres, po thojnë ato të limituar në luftimin e korrupsionit. Madje vendi ende nuk ka strategji kundër korrupsionit që duhet ta bëj Parlamenti i Kosovës. Po du me ndëgju nga partia fjala se cila është qasja për luftimin e korrupsionit. Çka janë reformat e parë? Reformat fillimisht nisin nga arsimi, si pjesë është e programit tonë, nga se brezat e ri, ne duhet t'i edukojmë. Kemi thënë që pjesë kryesore pa dashur të dalë te programi për arsim, për vetëm këtë komponente ceku, që pjesë kryesore komponentet arsimore duhet jetë komponenta edukative. Ti edukojmë fëmijët në frymën fetare, nga se vetëm fryma fetare mund ta largon njeriu nga korrupsioni. Këtë nuk e them me të lexuar apo të dëgjuar, por e them edhe me të provuar dhe të dëshmuar. Nëse këtë komponentë edukative e fuqizojmë të brezat e ri, ai studenti i cili arrin të diplomojë dhe të punësohet në fushat e ndryshme, do të jetë shumë larg nga korrupsioni. Kjo është çështje pragmatike, ndërsa në aspektin praktik korrupsioni luftohet me mekanizma legjislativ dhe ekzekutiv. Fatkeqësisht vetë legislativi i Kosovës për vite me radhë ka dështuar ta luftoj korrupsionin, nga se vetë ka qenë i zhytur në korrupsion. E përmenda më herët se si kanë përfituar dhe si janë pasuruar politikanë të ndryshëm, si ka qenë e mundur një deputet, një ministër me një pagë mesatare 1.200-300 euro, sa ka qenë netot kaluarën tash rreth 2.000 eurove, të gjeneroj pasuri milion euro dhe pasuri të tjetër që nuk arrin të kontrollohet. Domethënë korrupsioni luftohet në legislative dhe ekzekutive duke hartuar reforma më të mirat e mundshme, jo duke i marrë copy-paste nga disa vendet e Bashkimit Evropian. Ne e dim Kosova dhe rrugtimi i Kosovës është drejt Bashkimit Evropian, po ne duhet të marrim përvojën më të mirë, duhet të marrim se cili shtet ka arritur me sukses ta luftojë korrupsionin. Po duhet me ti the përmes edukimit fetar duhet luftu korrupsionin. A jetë të thonë, ani njëftuarve që qysh atëherë kemi
shtete fetare në botë që nuk janë heqimon ndaj korrupsionit. Edhe ato ku njerëz po besojnë në fe, edhe ato ku njerëz janë të feve të ndryshme, ose besojnë në çfarë do fe, po janë po ashtu të korruptuar. Unë Ujnë për korrupsionit. Kam të drejtë të flas për fe tjera, por po flas fen besimin të cilin takoj. E po thu krejt shtetet muslimane në botë që udhhiqen prej fes nuk janë të korruptuar. Jo, prej parimeve fetare. Prej parime fetare. Ne e dim që vend, për shembull, vendet të cilat në kohët e fundit, vitet e fundit, dekadat e fundit kanë jep përparësi komponentes fetare janë më larg korrupsionit, kanë përparësi dhe kanë zhvilluar. Në rastin konkret, Malezia. përmendi, tjetër shka kishte përmendi Singapuri shembull nivel botëror jo vetëm me luftë kundër korrupsionit, por dhe me rezultatin e testit PISA, është vendi më i suksesshëm në botë, Singapuri. Pastaj vjen Malezia, pastaj vitet e fundit në vendit As po thu që janë për shkak sundimit të ligjit e jo për shkak arsimit fetar? Kush e bën sundimin e ligjit? Individi. Edhe ai individ si duhet ta zbatojë? Si prokurori. Po mirë, çfarë edukate ka pas gjykatës e prokurori? Ai është edukuar në fillim që me vjedh edukat të drejtësisë. Edhe fetare. Nuk mund t'ja mohojmë, të lutem, se ne e dim, përvoja na ka treguar, sa do kudo ta ketë ai ndikimin e drejtësisë, ai do ta gjeni rrugë ta shmang drejtësinë. Po nëse do ta ketë ndikimin fetar, që 24 orë është mbikëqyr nga Zoti i tij, ai nuk ka mundësi me vjedh, nuk ka mundësi. Për atë arsye po të flas prej përvojës apo ato ka dështa ta marr shembullin e fundit të vendit të afërt në vendin rrethon Evropën juglindore është Republika e Turqisë për parësinë dhe zhvillimin e reformat që i ka bën luftën kundër korrupsionit, kur është pyet në atë kohë kryeministri i atëhershëm dhe presidenti aktual Erdogan kur e pyetën si ke arrit ta shndron Turqinë nga një vend të fundosur ekonomikisht në një superfuqi ekonomike dhe ushtarake, tha vetëm e kom dal hajnin. Do me thonë me fjalë të shkurta e kom dal hajnin. Ai antarët e familjes i kanë për kompani Erdogani akuzohet që antarët e familjes i ka shtim punë. Bashkë Erdogan që është fetar. Unë përmenda politikën e tina. Po dhe unë bash politikën e tij. E ka zhvilluar të i shtim punë në kompanitë vet dhëndrin. Jo. Antarët e familjes. Jo. Erdogani nuk e ka qel Bajraktarin, e ka qel dhëndri i tij, i cili ka qenë ekspert i fushës veçanërisht të fluturakeve pa pilot. Veç apo tu si ka marrë privilegjin që e ka vjerrin Erdoganin, s'ka farë privilegje s'ka fitur. Turqia e ka marrë privilegjin që e ka pasur një individ të tillë, i cili sot Turqinë ka vendosur në vendin pothuajse të parë në kuptimin e prodhimit të dronëve të ndryshëm edhe si luftimit korrupsionit, në të me qenë të prodhim ndër të partë, po jo luftimit korrupsionit. Qaj që po thoni i Erdoganit, ai i ka pru miliona dhe miliarda atu i pru fitim Turqisë me shitjen e atyne produkteve të cilat janë dëshmu edhe në kuptimin e ushtarak. Po dhe na këta që shpërlojnë pare miliona janë të i pru. Qaj që shpërlojnë pare bjen miliona. Po këthemi asaj qka është esenciale. Për qka po ndodhë të na korrupcioni? Nuk është vetëm se mentalitet korruptiv, është legislacion korruptiv. Nëse shiqojmë vetëm këto ligjin për prokurim, është një ligj që me të vërtet ta jep mundësi në ekstrem me keqpërdor. Është minimum dikun 15 vite që është kërku që të ndryshohet ligji për prokurimin publik. Edhe ai sot e kësaj dite nuk po ndryshohet për një vetëm arsye, që po e jep qatë zbrasin ligjore që njerëzit të keqpërdorin buxhetin e Kosovës. Para 5 vjetëve është ndryshuar ky ligji për prokurim. Po, do me thonë, bazamenti i saj, po jetë ende shumë korruptiv, po jep shumë mundësi që me pasur... E çka duhet me ndru në qatë ligj? Shiqa, ligji si ligj, do të me konë i qartësum. Mos me lonun dy kuptimsi, edhe veç shiqa, nëse thot, do të me konë 3 oferta. Po foli për teknologjin, për shembull se kum qenë pjesë e Telekomit të Kosovës. Një tender i shpallun, mundësin e jep ke qaj ligji prokurimit të shtyhet deri në 2 vite realizimi i asaj kontrate. Në teknologjin informative të shtyhet një proces 2 vjet, është shkatërim i bazamentit asoj kompanije. Prandaj, nëse
po folum vetëm një segment, po në gjitha segmentet, ligjet të cilat janë apliku ose janë miratu, kanë pas defekte mrenda saj, të cilat e kanë lënë zbrasiren që të ketë mundësi të kesh përdorimit. Prandaj, marrja, si që tha dhe kryetari, copy-paste të ligjeve të cilat nuk i kanë marrë specifikat, e veçanërisht specifikat e një shteti i cili ka lindun prej një lufte, pa një përvojë absolute të ligjvënies apo draftimit të ligjeve, edhe vjen në një pozicion kur eshe që mangësia e aty në ligjeve është për shkak se nuk është marrë në bazë të përvojës të cilën e kemi ne. Prandaj, të kopjohet Atëherë, masi jemi qëtu avni, çka menoni ju për idenë e vendosjes për themelimin e agjencisë për konfiskimin e pasurisë? Shqyqa, është e drejt, mirë po me një element të cilin ata e kanë qunë absurd, që unë ta dëshmoj pa fajsin. Dëshmo më mërë ti fajsin, pse unë me ta dëshmu ty pa fajsin. Ti nëse e ki mekanizmin e krejt shtetit, po më obligon muë me shpalos pa fajsin. Kur ti ki mundësi më qit 100 pengesa gjatë rrugtimit tem për me shpalos pa fajsin ndaj teje. Prandaj është absurd. Ajo është e domosdoshme që të, si që tha kryetari, një deputet me 1.000 euro pag, 1.500 euro pag, të ketë pasuri milion që është e patolerueshme. Mirë po shteti do të dëshmoj fajsin e ti, e jo ai të dëshmoj pa fajsin, sa atër bëhet se cili person që Kosovë ka me konë një dëmtum. Ideja e themelimit të zyrës për konfiskimin e pasurisë së paligjshme është ide e mirëseardhur, por është e vonuar. Kanë pas një mandat të plot prej vitit 2021 deri 2026, që 5 vite pse se kanë bërë deri me tani, pse është prolongu kur e kanë pas shumicën në parlament. Domethënë askush nuk e kupton vonesat e tyre pse kanë ndodhur, nuk duat të hinë në paragjykime. Por ata çka domethënë me pas mundësi me votu apo është votu, ju e kishit votuar. Po për konfiskimin e pasurisë paligjshme po domosdoshmërisht. Unë ndeshta vetëm një shembull praktik, edhe pse politika ka mjaft mangësi, ka mjaft anë të errta, por ja se në politikë nga njerë duhet të shpalosësh disa gjëra që i ki bo vetë. Për hir të korrekcisë, ju e dini, gjatë 2 mandate, sa kam qenë deputet Kuvendin e Kosovës, jemi të lufta kundër korrupsionit. Edhe e ndërlidha me aspektin praktik dhe pragmatik dhe praktik. Praktik legislativ dhe ekzekutiv, ndërsa pragmatik në edukimin fetar. Ajo çka kam qenë, e thash, shumë keq po mbjen të flas për veti, por ja për të arsyetuar. Kam qenë deputeti vetëm që komisionin për legjislacion e kam kundërshtuar pensionet suplementare të deputetëve. Jo pse kam pasur nisë sot jetoj me qira. Kam kundërshtuar rritjen e pagës së deputetëve dhe ministrave. Dhe e dini ato të tretën, kur ka qenë zgjedhja e presidentit Kosovë, oferta dhe mundësi që kanë ardhur të përfitoj sikur çdo deputet edhe për mua. Gjitha i kam refuzuar. Pse i kam refuzuar ato? Nga se kam pas të forcuar komponentën edukative fetare. Dhe kjo është ajo që ne po dëshirojmë fëmijët tanë. Po veç a ka pas njerëz po ashtu feton çatlis që se kanë refuzuar. Konservativ, domethënë kolegët juaj të politikës konservative fetare që se kanë refuzuar. Domethënë, edhe pse je fetar, s'ka ka jo mbrojtje, ti mos mu korruptu. Ai qëllimi im është që sot në Kosovë jo mbo ministra atë kujtohet. Po, unë po të kuptoj plotësisht. Por këto është çështja se si e praktikon ai besimin apo komponentën edukative fetare. Unë po them që s'ka ka imun njeri, edhe nëse ka fetar, s'ka ka imun prej korrupsionit. Jo, e kundërta, nëse një njeri është fetar dhe ka të forcuar thellësisht komponentën edukative fetare, ai është imun ndaj çdo fenomeni negativ. Imun është. Shembull konkret, ne ndoshta do ta shpalosim të çështja e familjes edhe rolin si kim parapar në programin tonë për çështjen e gruas, por ku duhet të ndërlidh këtë pikë edhe përveç korrupsionit, kur më shumë se sot Kosovën e pasluftës nuk kemi pasur rritje të rasteve të dhunës familje e vrasjeve të gruas, femrës. Pse po ndodh kjo? Nga se njeriu i zhveshur nga pekt ku fetar, po çon dorën e gruën e vet edhe pja merr jetën. Përderisa feja mëson ndryshe. Sa i përket fesë, feja në edhim mësimet fetare të fesë, si duhet një fëmijë ta trajtoj nanën e vet, si duhet ta trajtoj bashkëshorten e vet, si duhet ta trajtoj vajzën e vet, si princeshë. Nëse them na gjuhën shqipe, e sot nuk trajtohet femra vendin tonë si princeshë.
pse jemi larguar nga komponenta fetare, I kemi japur përparësi komponentës materiale. Kosova me apo pa vedi është duke u zhytur në ujërat e kapitalizmit. Dhe vetëm paraja na ka dalë para syve, e kemi haruar familjen, kulturën, traditën, edhe tash së fundmi kemi marrë guxim si shoqëri, edhe të grejmë dorë mbi gruan. Kjo është shumë negative për vendin tonë. Do më thonë jemi duke u zhytur jo vetëm në politikat neoliberale, por dhe politikat kapitaliste që po na vërbon paraja dhe fatkeqësisht sot femra në vendin. Ani, po du me ditë bashkë pse për me ngrun, a kemi qitë për punës krejt zyrtartë në shërbimin civil të Kosovës e polis ka të tillë që e kanë rej grun. A I qëti për punë? Lutëm, dhuna shoqërinë tonë ndaj gruas në veçanti është e pa tolerueshme. Ne kemi pjesë të programit tonë si Parti Fjala dhe mi vetëm që kemi këtë shtyllë ku kemi parapat që gruaja në vendin tonë, pavarësisht statusit saj martesor apo pa martuar, të punoj vetëm 4 orë dhe ta merr pagën sa një mashkull për 8 orë. Këto vetëm e vetëm për ta dalluar grua në vendin tonë, për ta fuqizuar rolin e saj, nga se ne e dim fatkeqësisht gruaja vazhdon të jetë shtypur në shoqërinë tonë. E them këtu po mendoj me modesti, një strofë që më ka mbetë në kujtim e vitet e tëra, një mashkull mund ta ndërton një shtëpi, por një grua ndërton një shoqëri. Roli I saj është I pazaventueshëm dhe sot a trajtohet gruaja si shtyllë e shoqërisë tonë? E gzim nëse ajo dën me punu 8 orë, jo 4? Vullnetare. Ajo është dëshira saj, por me ligj ajo 4 orë I ka. Me 4 orë me marr rrogën sa një mashkull me 8 orë. A jeti thonë që shtu se ti po dën me stimulu që ajo me shku në shtëpi me këshyr fëmit? Jo, ne po du me stimulu lirinë e saj. Tjetë e lirë le të vendosë çka don ajo me bo. Po du t'ja jap vendin që ta ka në shoqëri, ajo është shtyllë e shtetit tonë. Po nëse don vendin që ta ka në shoqëri, bëni qerdhet, bëni shkollat, për shembull mësim gjithë ditor që mos me pas nevojë gruaja me kthy fëmijë pi shkollës të ditën e lume. Edhe këtë kemi pjesë programit parasim ku kemi parapaçi për 2 arsye, po, tjetë mësimi për tërë ditor për 2 çështje, për çështje kvalitative që kemi po, mbas ulëntimeve rajonale dhe globale se fëmijët që kanë marrë mësim tërditor janë më të suksesshëm, si e përmendëm Singapurin, që është testin e parë PISA në botë, dhe arsyeja dytë pse kemi parapani si Parti Fjala mësimin tërditor lidhet me profesionin tëm. Dëmet që janë duke shkaktuar fëmijëve në procesin në çështjen shëndetësore të baqjes së çantrave me libra të rënda, dëmet në shtyllën kurrizore janë të paimagjinueshme në një miksi themi irreversibile të pakthyeshme. E shkak çantave të rënda. Gjithë ditor ti e adreson që të punën e damit shëndetësor? Se cilin nxënës në shkollën e vet I ka librat e vet, gjatë tërë ditës atje mëson detyrat edhe shtëpisi përfundon atje, nuk e bar çantën me veti. Po gjithaj ka biblioteken atje për letorët e klasës dhe detyrë shtëpisë. Nuk e bar ta çantë. Mirë, që të mësim gjithë ditor, shumë njerëz kishin me të pyet, a ke fjalën për mësim plotësues fetar që ja u kishe mundsuar? Edukata fetare është pjesë e kurikulumeve arsimore. Ne do ta për ata që s'dojnë me shku mësim gjithditor fetar, ç'a me bo? Jo gjithditor fetar, jo mësim. Jo, po shtesë. Ne kemi parapas sa kam qenë deputet Kuvendit e Kosovës, plan programin I kemi marrë 2 shtete kur I kemi propozuar në 2011, ligjin për arsimin parauniversitar, komponentën edukative fetare, proces arsimor, I kemi marrë ka modele shumë të mira në botë, po ne kemi marrë për hir të integrimit e Kosovës drejt BE-s, I kemi marrë model 2 vende, Gjermani dhe Austrinë. Austria ka shumë mirë të rregulluar çështjen e edukatës fetare. Qysh? Vullnetare, shkon nxënës si mëson, nuk don, kërkujt nuk I imponohet ajo, është me dëshirë. Por mësimi tërditor lidhet me lanë të tjera. Tërë ditën ai mëson, I kryen detyrat, e ndërsa edukata fetare ka një landë vullnetare. Mirë, masi jemi te arsimi, sa shkolla, qysh keni me organizu reformat në arsim, edhe para universitare dhe universitar. Çka janë reformat që planifikoni në programin tuaj, avni ose gzim, për fjalën ty avni. Arsimi te na është në gjendje shumë të keqe. Sot, për shembull, I gjithë sistemi arsimor nuk prodhon njerëz të përgatitur për treg pune. Na shkojmë krejt nxënësat sot që dalin prej shkollave, asnjëri nuk është I përgatitur që të kyqet me njerë, për shembull, mas shkollës mesme të ketë mundësi të kyqet në treg pune, për shkak se aftësitë të cilat janë duke I marrën në për shkollat tona, në këtë model. Jo bashkë krejt, ekzistojnë do shkolla profesionale që trajnojnë nxënës cilët po hinë punë, me njëherë bile po shkojnë jashtë, me njëherë po mësojnë. Shqo, ajo, do me thonë, kur e këqyr, në Prishtinë, për shembull I kije, është kjo shkolla te BVI-ja për punësim, ajo e ka një kabinet I cili mirët me aftësimin e nxënësave për
profesione të ndryshme. Mirë po, ne dëshirojmë që çdo shkollë veçanërisht të kthehet nga sistemi ose pjesë e plan programeve shkollore, mos t'jenë lëndë shoqërore shumë të ngarkuar, po të jenë lëndë profesionale, ku në secilën shkollë planifikojmë që të kemi kabinet pune, e cila në një farë forme ka mu kthy në uzinë punuse. Edhe ajo ka me qitë produkte faktikisht finale, të cilat shkolla në marrëveshje me komunat, veçanërisht komuna e Prishtinës për shembull e ka këto drejtorinë për banesa këto. Shkollat do të dhojnë produkte për mirëmbajtjen e gjitha këtij segmenti të banesave të cilat janë, shkollat do të prodhojnë produkte, qoftë elektrike, qoftë mekanike, të cilat mund të inkorporohen edhe ti përdor drejtoria e urbanizmit. Mirë, sa shkolla të reja do t'i ndërtoni, qysh do t'i organizoni? Unë mendoj planifikimi i shkollave duhet konfort kërkesës së qytetarëve apo numrit të banorëve në atë qytet. Fatkeqësisht në vendin tonë sot kemi edhe në zonat rurale, edhe në qytete rënje të dukshme të nxënësve të cilët po shkollohen për shkak të emigrimit të popullsisë drejt vendeve të perëndimore. Por ideja se nuk ka Kosova buxhet të ndërtoj shkolla të reja, kjo është fare e paqëndrueshme. Vetëm me libra të reja, të cilat çdo vit i ka subvencionuar qeveritë e Kosovës e fundit dhe të tjera, vetëm me paratë e librave të reja kanë mundur të ndërtojnë shkolla të reja pa prek fare buxhetin e Kosovës. Gëzim, du me të pyet një temë kontroverse për çdo parti politike, është mos guximi me i shti mësuesat në vlerësim për shkak të ballafaqimit me zbashkun i cili refuzon vlerësimin e mësuesave. Qysh do ta bënit ju që to? A do kishe guxim me i shti krejt mësuesat në Kosovë? Vlerësim, fjala është për testin që duhet me kalu, sepse në PISA jemi të fundit, gati në botë. Unë mendoj dështimet në rezultatin e testit PISA nuk është përgjithësi e mësuesve. S'është. Një pjesë, por jo, shumicën e përgjithësinë e mbajnë prindrit. Sot shohim fëmijët në shkollë fillore, s'po flas të mesme, po se por shkollë fillore rrugës, vetë me sy të mi shohën dhe edhe gjithë të tjerët duke konsumuar substanca të tobakos që janë me emrin e ri vape. A ne pikë pyetjes. Kallëzon për vlerësues. Jo, përgjithësinë e edukimit të nxënësve e ka prindi. Po kallëzon për vlerësimin e mësuesave, ai kishte bëu ajo nëse vjen poshtë. Unë mendoj që me një studim të fizibilitetit, ajo duhet i lehtë kohës nëse ka nevojë, por përgjithësinë të dështimit në PISA kanë prindrit kryesisht. Pastaj vinë si prindrit ja kanë kthy shtëpinë e fëmijëve të tyre. E përmend duhanin. Në Kosovë, fëmijëve në 18 vjet po i shitë duhani. A e kriminalizon ti shitjen e duhanit për fëmijë? Edhe tash momentalisht merr gjop nëse ja shet fëmijëve duhanin, nëse të nxojnë, edhe s'kontrollohet shumë. Ti sa e kishe kriminalizu, sa vjet burg kishe thonë me ja dhon personazh. Po, unë mendoj që ne duhet disa gjëra të kalojnë jo vetëm në kundërvajtje, por të kalojnë në kodin penal, të dënohen me burg të efektiv. Cilat janë ato gjëra? Në rasti konkret ne kemi përmend për herë të parë, jemi partia vetë me pjesë programit tonë kemi te mosmarrveshjet bashkëshortore. Nëse bashkëshortja apo bashkëshortja shkaktojnë tradhti bashkëshortore, ata të dënohen me burg. Tradhtia bashkëshortore kemi para pa këtë vepër penale dënueshme me burg. Në këtë formë vetëm ta rrugna. Unë të pyeta për cigaren. Po, tash ka jo, ku do ta me dal. Te cigaria, që aktualisht është dënim kundërvajtje me gjop, ne kemi para pa edhe parashojmë që qëtë pjesë e kodit penal. Dënim me burg efektiv. Nga se është e pafalshme në moshën 18 vjeçare. Tash ti po nolëm të tradhtia bashkëshortore që e përmene, qysh me dëshmu me ngjyq që ka ndodhur tradhtia? Ka shumë raste të cilët vetë bashkëshortja apo bashkëshortja. A duhet policia me hi me hetu? Jo, e kanë pranuar vetë. Ka shumë raste kur e pranon njëri. E kanë pranuar se ka qenë kundërvajtje. Tash gëzimi po do me bo me burg, tash te tutën. Me trahtu, dhe s'duhet me trahtu. Jo, tutën me ta pranu. Zene që nuk ta pranojnë. Qysh e dëshmon? A duhet policia me fillu? Forca tona policore të Kosovës, nëse fjala vjen në pushtet, duhet me angazhu polist me fillu me hetu burrin e gruna e ka trahtu. Jo, se ne përparsi japim shkaqeve jo pasojave. Çështja e hetimit të tradhtit bashkëtorë është pasojë. Ne vlim para... Ne duhet me shti në burg, tash burg duhet me shti nëse ka vendim gjyqësor. Hetimi gjyqësor duhet mu bazu në hetime. Qysh menon ti me organizu hetimet shtetin tonë? Të kalojmë të shkaqet, kjo është pasojë.
Po merrem me shkaqet, na përparësi japim shkaqeve. Zati dhe mjekësia jep përparësi shkaqeve. Çelësi i suksesit mjekësi është trajtimi i shkaqeve, jo i pasojave. Terapia, na i thojmë mjekësi, terapia kauzale. Në drejtësi është edhe motivi. Po motivi jo pjesë e shkakut, dënimi jo pasojë. Na po flasim për Çe ka ndodhur? Ka motiv, ka shkak, ka krejt ka ndodhur. Qysh vjen ti deri te burgu për tradhti? Ku deshta me dalë? Nëse një çift bashkëtorë e ka parasysh i kodi penal i Kosovës, e dënon me burg tradhtim bashkëtorë, edhe ai le të mundet të tradhtu. Çka ka me burg? Po prap ka me ndodhur. Jo, a di çka ka me ndodhur? Qysh e bjen ti punën me him burg? A din Qysh e bjen punën? Ku janë hetimet A ka mundësi të përgjigjem? Shiqo, na ka pas një praktik, po foli për Prishtinë. Po? Çfarë praktike? Policia shkojke në parkun e Gërmis. Po? Kundërvojtje. Jo, pedi, po du me thonë unë, në momentin Bile, që... ka qenë prishja e rendit e qetësisë publike. Po, Kështu quhet gjetja e njerëzve në akt seksual, nëse i paskan zonë, nëse që aty po do me dalë. Hajde, do me thonë, park. nëse ekziston, ka shtete të cilat e menaxhojnë në qatë formë. Okej, do me thonë, nëse i nxen në park, çka ndodh, sa vjet burg ja kështu donju? Shiqo, për kodi penal, na, une qyshe kemi para po ne si parti, do të jetë deri në 3 vjet dënimi për tradhti bashkëshortore. Për shkak se në bazë të kodit penal, gjitha veprat të cilat ka abuzim seksual edhe gjitha ato, e kjo detyrimisht hin një lloj abuzimi seksual, e kanë apërcisht 5 vite e kanë dënimin. Avni, Gzimi tha na, kur kom qenë deputet, e kom dhoni propozim bazum në praktikat e vendeve evropiane se na jena në Evropë. Ta shumë e përdu me të bëjtë qushe bon ti qëta që po danë, dhe në 3 vjetë burg për tradhti, bazuar në praktikat evropiane, sepse ju e dini që duhet mu bazu kushtetut e kena konventën evropiane për drejtat e njeriut. Qysh e bazon në këtë tradhti, punën e tradhtisë dhe burgut? Qilla është esenca e ligjit. Me avancu një çështje. Ose me degradu një çështje. Do me thonë, intenca fillestare e çdo ligji është avancimi i gjendjes. Jo, dush mu bazu në kushtetutë Kosovës. Në momentin, për çdo ligj. Po në momentin, po dhe kushtetuta kuru thebelu ose kuru përpilu e ka pos intencën që të krijoj një bazament progresiv për shoqërinë kosovare. Në momentin që ka degradim, do të ndodhin ndryshime. Ndryshime do të shkojnë konform një mundësie që nëse ti ke pa që një dënim mandatar nuk po krijon efekt pozitiv, ose bon parandalimin e asoj vepre, në mënyrë automatike duhet të rritet ndëshkimi. Po du me dalë të tema shëndetësisë, po du me dalë s'kemi edhe shumë kohë, masi kështu ashtu ke ekspertizë shumë atë madhe, gzim, në shëndetësi dhe je mjek, qka janë reforma që i ke menu që ka nevoj shëndetësia jonë? Ne kemi para pa që edhe sa kem qenë deputet Kuvendit e Kosovës në mandatin e parë, vitin 2013, është themelu ligji për sigurime shëndetësore, por s'është funksionalizu. Edhe tash u hartu dhe kalojnë kuvend, po s'po funksionalizohet. Domethënë, ndër dështimet kryesore në fushën e shëndetësisë janë mos funksionalizimi i ligjit për sigurime shëndetësore, në radhë parë. Në radhë dytë është digitalizimi i sistemit shëndetësor, konkretisht funksionalizimi i shërbimit informativ shëndetësor. Kjo është një mangësi shumë e madhe. Ndërsa e treta, ajo çka neve na vyn është që të katërt të mpelosin në rresht. Treta është fuqizimi i turizmit shëndetësor, të cila Kosova i plotson gjitha resurset njerëzore. Ne kemi kuadër profesional, edhe mjek, edhe infermierë dhe të gjithë, vërtet të cilët krenomi me ta nivel rajonal dhe global dhe evropian, nga së është dëshmu. Shumë mjek nga Kosova e kanë dëshmu veten. Dhe pse mos të shfrytëzojmë këto resurse të mjekëve dhe infermierëve tonë, ta shndrojmë Kosovën në një oazë të turizmit shëndetësor. E çka duhet me ndodh për me fuqizu turizmin shëndetësor? Çka janë reformat? Në radhë parë, forcimi i infrastrukturës në teknologji në radhë parë, rritja e kushteve të punës për mjek në 2 dhe në 3 rritja pagave të mjekëve
Dhe nën 4 është që një promocion, marketing i Kosovës për turizëm Kallëzëm, çka menon ti për pagat e tanishme dhe sa i këshe bo? Sa menon që buxheti jonë i Kosovës duhet me i bo pagat e mjekve? Unë mendoj që buxheti i Kosovës aktualisht për keqardhje bazohet vetëm në taksa doganore dhe taksa të qytetarëve. Kjo është e pa tolerueshme për vendin tonë. Përderisa fuqitë e mëdha ekonomike gjenerojnë të ardhura nga industria prodhuese, ne gjenerojmë të ardhura nga taksa doganore. Imagjino Kosova krenohet me taksa doganore. Vese ta stimulojmë tregtinë, që tregtarët tonë janë të lirë, të zhvillojnë tregtinë e i ndeshkojmë me dogan. Nëse fuqizojmë industrinë prodhuese, Kosova nuk do ta ketë buxhetin 4 miliardë euro, po do ta ketë 2 fishin e saj minimum. Dhe me një buxhet të tillë, të 2 fishit aktual, atëherë pa dyshim që do të ketë hapësirë për 2 fishimin e pagës së mjekëve. Ajo çka desha ta them është që Kosova po çalon në turizëm shëndetësor se nuk e promovon këtë resurs të madh. Pse ta ketë primat Turqia në Ballkan? Pse mos ta ketë edhe Kosova? Edhe na kemi mjek të mirë. Edhe kemi kushte të mira, me një investim shumë të vogël mund ta bëjmë atë. Edhe ajo çka është e katërta që e lash në fillim pa përmend, jemi partia e parë Republikën e Kosovës që kemi propozuar në zgjedhjet e vitit 2019 që Prishtina ta ketë një qendër sekondare, spital rajonal. Është e pa imagjinueshme kryeqyteti i Kosovës me funksionalizuar me ÇKK. ÇKK është qendër terciare. E Prishtina si kryeqytet nuk ka spital, gjithë ata kryetarë të komunave dhe gjithë ata qeveritë që kanë pas mundësi dhe nuk e kanë bërë përgjithësia mbi të. Ne si fjala kemi propozuar idenë e ndërtimit të qendrës sekondare të spitalit dhe me ndërtimin e qendrës sekondare të spitalit lirohet ÇKK nga përgjithësi tjera. Avni? Shqo, me të vërtet me planin ton të cilin e kemi prezentuar edhe me program, shumë rëndësi kena kushtue qësjes të sistemit shëndetësor. Problemi më i madh është ikja e personelit mjekësor. Na po kem hemarogji të ikjes, shqo, na e dim që ka pas migrim në luftë. Mirë po të ndodha i migrim në kushte paqeje, Kosova është pak si sui generis në atë aspekt. Ne kemi pa që sot nëse një person është me një nevojë të veçantë të mjekimit pak ma të komplikuar, është bankrot për familje. Familjen e bankroton. Domethënë, nëse nuk ndërmarrim diçka, e na e kemi para pa që rritja e pagës me njëherë si të jem na në pushtet. Qeveria po thotë e ka miratu ligjin për sprime shëndetësore, a menon që ka mund drejt situata? Po, nëse funksionalizohet shpejt, nëse, shiqo, me 7% e cila është e para pa me që të jetë sigurimi shëndetësor obligativ, Kosova do t'i ketë dikun 250 milion në vit. Në vit do t'i ketë të hyra për shkak se jënë dikun 400... Pra menon, pse i kena që të pare ta shtes, kena me pas gjithë mbarna, kena me pas gjithë mjete? Do duhej për shkak se dikun 170 milion shkojnë drejt për drejti në për spitale. Një pjesë i jetë Ministrisë së Shëndetësisë, pjesa tjetër i dedikohet spitaleve. Ajo, me 25 milion, ne kemi llogarit, 25 milion është kostoja e pajisjes së gjithë spitaleve regionale me pajisje të cilat sot po janë shumë problematike për me siguru një trajtim që shdohet. Prandaj, e gjithë kjo shumë e parave të cilat do të hynë në sistemin shëndetësor, me një menaxhim të mirëfillt, e siguron që edhe turizmi shëndetësor të aplikohet në Kosovë. Për shkak se mjekët do të rrinë në Kosovë, ne kemi mendu që me momentin e parë që bëmi pjesë e Sigurimeve? Jo, po sistemit ligjor të Kosovës, pjesë e parlamentit, ne do të insistojmë që paga detyrimisht e mjekëve duhet, e specialistëve duhet të jetë minimum 2200 euro, baza, me gjitha ato pagesat shtesë të cilat do t'i merre që mund të shkoj deri në 3000 euro, ajo në momentin e parë do t'a bëjë një lloj stopimi të ikjes së personelit mjekësor. E ndëgjova strategjinë për, domethënë, për shëndetësi, arsim, drejtësi, korrupsion, tash po du me ditë lidhur me bujqësi,
Në fund, Kosova shpenzon rreth 300 milion euro në subvencione për bujqësi momentalisht, por veni jonë prap vazhdon me pas deficit madh në importin e prodhimeve bujqësore. Cila është platforma juaj për me stimulu prodhimin vendor bujqësinë? E fillove pak me fol për ekonomi, po sidomos bujqësinë, çka është reforma? Te pjesa e ekonomisë kemi parë dhe para pa dhe bujqësinë që tjetë ndërshqyllat kryesore që fuqizon tregun tonë, ekonominë tonë, dhe ato gjithnjë duke stimuluar politika prodhuese në industri, por në bujqësi duke stimuluar bujqësinë dhe politikat e blegtorisë. Edhe sa kam qenë deputet Kuvendin e Kosovës si antar i Komisionit për Shëndetësi, kemi bërë disa vizita studimore rajon dhe B, paresh kam kalën për shtypje ka qenë një pendërlidhi me realitet, një vizitë studimore në Republikën e Turqisë, në Komisionin për Shëndetësi, dhe kërkesa e tyre ishte kjo. Një shtet 80 milion banor si Turqia, tha na kemi shumë nevojë për produktet mishit, se mishi i kërkuar atje është shumë Turqi. Tha veç a keni ju Kosova mundësimin e plotësu këto kërkesa tona. Do me thonë, na do të kishim mundësimi ja plotësu kërkesat e Turqisë sikur të punonin bujqësi dhe blegtori, por fatkeqësisht politikat nuk kanë investuar në bujqësi dhe blegtori. Për këtë arsye, ne i kemi jap prioritet blegtorisë kuadrat e bujqësisë, nga se vërtet është një fushë mjaft profitabile për vendin tonë, për rinin tonë, nga se kemi gjitha resurset që asnjë vend në rajon nuk i ka. Kemi tokën pjellore, kemi pozitën gjeografike, klimën e vendin tonë, dhe që është kryesora, kemi rinin e vendin tonë. Me këta 4 faktor, ne do të jemi fuqi dominante në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë. Mirë, veç tregoma që të problem. Prap 300 milion po hin bujqësi, edhe nuk po rezulton në mosvarje prej importit. Qysh e ndronte që të punën e deficitit tregtar? Po këto është problemi që nuk po investohet aty ku duhet. Ku duhet sipas jush? Në radhë parë duhet të stimulohet dhe të nxiten prodhime të reja të sistemit të ujitjes në vendin tonë. Kosova ka nevojë në fazat e nxehtësisë së thatë këtë për ujitje, ato nuk po investohet sa duhet. E dyta, duhet ju mundsohet çdo bujku që ka vullnet dëshirë të merret me bujqësi, por jo çish po shkon me kritere të deri tanishme nepotike më shumë dhe politike. Dhe të jepet mundësia çdo bujku dhe çdo blegtori të stimulohet të kultivoj bujqësinë. Fatkeqësisht politika deri tashme në bujqësi dhe blegtori kanë qenë të stilit si të fushatës zgjedhore. Domethënë, i është jep 100 euro për fushat, pastaj i është kthy shpinë aty. Ne duhet vazhdimësi të qëndroj prapa dhe Kosova duhet të jep, unë e vi nga Peja. Peja i ka bjeshk të nemura. Vetëm investimi tjetë në turizëm, në Pej do të zgjeroj milion euro brenda vitit në vendin tonë, nuk është bë deri me tani. Pastaj bujqësia na vjen edhe rrafshin ku jam ka Peja, po dhe vendet të tjera nuk është investuar, nuk është promovuar sa duhet. Dhe për këtë arsye, sot rinia jon ma lehtë shkon në vende perëndimore se sa të merret me bujqësi, nga se din produktin nëse kultivon në vendin tonë, nuk e ka të garantuar shitje. Ne kemi një produkt dhe përfundoj në vendin tonë që nëse kultivohet sa duhet, do të arrijmë të gjenerojmë jo vetëm të ardhurat të shumta, po hapje vendeve të reja të punës, ne gjithë e dimë, nga se kemi në partinë tonë edhe ekspertë që vinë nga fusha bujqësisë. Ajo është produktet e trongujve. Domethënë trongujt, kërkesa për tronguj nga Kosova është enorme në vendet e Bashkimit Evropian dhe Kosova nuk po arrin t'i kultivojë sa duhet. E pse nuk investohet këtë fushë? Nga se mungon politika zhvillimore, politike nga qendra, nga qeveria, konkretisht Ministria e Bujqësisë për kultivimin e trongujve që do t'i plotësonte kërkesat e vendeve të Bashkimit Evropian. Pikërisht masi po folim për ekonomi, po du me adresu faktin në raportin ndërkombëtar që e ka qitë Kosovën ndër vendet më të varfra në Evropë me një, po thos, zhvillim të ngadalshëm ekonomik, cila është platforma juaj me luftu varfrinë Kosovë? Shqyqa, unë veç isha ndërlidhë dhe pak në çështjen e bujqësisë, për shkak se me të vërtetë kemi një program shumë të mirë të përpiluar, i cili prej një importuesi ekstrem do të kalojmë në një eksportues të madh. Për shkak se, shqyqa, koha është shumë klima e Kosovës është shumë e favorshme për produkte bujqësore. Ne kësaj vetëm do t'ja shtojmë disa parametra të cilat do të arrisin temperaturën gjatë dimrit për dikun afërsisht 5 gradë Celsius. Edhe ajo mund ta çoj Kosovën në një prodhues afërsisht 12 mujor të produkteve bujqësore në sera. Ne këto e kemi para po që se shishtë programi jo në shumë i ndërlidhun. Na e kemi para po që me ngritjen e kapaciteteve energjetike, kogenerimi i cili ka mundësi të ndodh, dikun afërsisht i mundëson që minimum 100 hektar të hyjnë në sera. Kostoja e gjithë kësaj është dikun afërsisht 40 milion. 100 milion të hyjnë në sera, 100 hektar? 100 hektar. Të hyjnë në sera. Jo dikun 40 milion të cilat
nevojitën për të investu për 100 hektar. Ajo në mënyrë automatike, faktikisht, për çdo vit, mirë po format të cilën deri sot e kanë apliku qeverit tona, ka qenë në një formë dhonjës së subvencioneve. Na do të kalojmë në marrëveshje leasingu. Marrëveshje leasingu nënkupton që një bujk të vetmin investim që e bën është do ta jep tokën e tina në shfrytëzim. Ajo do t'ja siguroj një vend punës të përhershëm, edhe profiti i cili do të lind prej asaj hapësine të cilën e ka lëshuar. Masi jemi të ekonomia, gzim, po du pozicionin tënë për investime në Trepç, Brezëvic, Grant, të më thonë, investime strategjike të Kosovës, çka planifikoni programin? Ajo është investimit në këto, ndërlidhet me atë pyetjen paraprake të ju pse Kosova është randitur në vendin e dytë sa i përket varfrisë. E kam cekur para se të filloj fushata parazgjedhore, e kam cekur në paraqitje publike, po them të ju këtu. Ndër shkaqet kryesore që më shumë t'i ka dëmtuar vendin tonë, ekonominë tonë, ka qenë privatizimi si ka ndodhur në Kosovën tonë. Domethënë pa kurfar kriteri, me çmime të tjera, tolta dhe me shumë mangësi të tjera. Kosova, peja vendi ku jetoj, dhe qytete tjera Gjakova dhe shumë qytete tjera kanë të shuara me industrinë prodhuese të vendeve të ndryshme. Domethënë ka qenë ndër vendet më të fuqishme në rajon, sot nuk e kem atë fuqimë. Sot nëse del në ora 7 të mëngjesit në pej, nuk do ta shosh njëri të gjallë. 8 ora fillon administrata. Domethënë deri në ora 8 vdek qyteti ka pothuajse një vdekje vetë kur fillojnë nxas me shku në shkollë. Përderisa në të kaluarën në ora 5 gjallëronte peja dhe qytete tjera të Kosovës duke shkuar njerëz në fabrika, kombinate të ndryshme. Dhe pse kjo është një ndër arsye pse Kosova është goditur në këtë çështje sa i përket varfrisë. Domethënë është dobësuar, është goditur industria prodhuese në vendin tonë. Për atë arsye ne si politik fuqishme ekonomike kemi rikthimin e industrisë prodhuese, kemi gjithar sot lajmin e fundit që e lexova për hir korrektësisë është që 1 miliard euro investon Kina në Serbi, hap 1500 vende të reja të punës. Pse po investon Kina në Serbi? Pse s'po vinë vende të tjera të investojnë në Kosovë? Pse Kosova nuk po promovon politika... Sepse s'na njohen neve, Kina... Jo, nuk po promovojnë te Kina, ka dhe vende tjera që janë të dëshiruara në Kosovë të investojnë, për fatkeqësisht procedurat burokratike. Ne imagjinojmë vetëm tani procesin nga fusha e Meksikës, procesin e tenderimit me vaksina, e kemi vetë 2 kompani që tenderojnë. Pse nuk i lejojnë të tjerat? Pse kjo burokraci në procesin e regjistrimit të kompanive farmaceutike në nivel global? Unë mendoj që nuk duhet të lidhemi vetëm me copy-paste, që thash me legjislacion të Bashkimit Evropian, po Kosova duhet ta merr sikurse vendet të tjera modelin e FDA, është një agjencioni Federal Drug Agency në Amerikë, që nëse një shtet i plotëson këto kritere le të hyjë në Kosovë. Po kjo nuk ndodh kështu. Kosova ndodh vetëm nëse e pjesë e Bashkimit Evropian. Për atë arsye Kosova duhet të eliminojë procedurat burokratike dhe duhet të hapë rrugën për investime nga jashtë, të cilën fatkeqësisht nuk e ka hapur si duhet. Faleminderit, Gzim, edhe Avni, urdhno. Ekonomia me të vërtetë ka përjetuar një kolaps me privatizim. Mirë po, ai kolaps po vazhdon për shkak se nuk po ofrohet as fuqi punëtore, e një pi segmenteve shumë të mëdha e cila e determinon edhe një pamundësi të zhvillimit normal, edhe të ekonomisë, edhe të bujqësisë, edhe këto, është energjia, në të cilën shteti Kosovës përkundra i resurseve të cilat i ka dështu të investoj, e cila do të ishte bazament për shumicën e ekonomisë tjetër për mu zhvilluar. Faleminderit Avni edhe Gzem që ishit pjesë e debatit, kaq kishim për sonte që në debatin që ishte pjesë e prezantimit të programit të Partisë Fjala. Ne do të dënim që këto debate të ishin të gjithë në ballafaqim, po ja që partitë mëdha, po ju rikujtoj, po refuzojnë me hin debat me partiu parlamentare. Ne do të jemi çdo natë këtu në RTV duke gjende kallzo.com prej orës 7 deri në fund të zgjedhjeve, andaj mund të na ndiqni dhe të lutem gjatë kësaj kohe keni kujdes nga lajmet e rreme të prodhuara edhe me inteligjencë artificiale, të cilat në këtë kohë janë edhe më të përhapura dhe kanë lindur si këpurdhat pas shiut, prandaj bëni kujdes dhe informohuni vetëm në platforma të sigurta. Deri nesër mbrëma me mu këtu në debat radhës, natën e mirë. Faleminderit.